Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë që të lutim së bashku lutjen e mbrëmsorës. Sot është e martë dhe jemi në javën e tretë të kohës së Pashkës, kurse psalmet i marrim nga java e tretë e psalterit. O hy më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Darkë të qengjit parafolës, të bardh e me rob shpëtimi, pasi u shfaq deti i kuq, ti këndojmë Krishtit krye prind. Trupi i tij krejt i shenjtë në altar të kryqit i flijuar, duke shijuar dhe gjakun, ne në Zotin për të jetuar. Mbrojtur në mbrëmje të Pashkës nga engjëlli i shfarosjes, u çliruam nga zgjedha e faraonit të egër. Tash Pashka jon është Krishti, edhe qengji që u vra pa faj, që për ne flijoi trupin me pastërti të ndorme. O fli e denjë dhe e qiltër, nga e cila u shem feri, turma robruar çlirohet, vlerat e jetës po kthehen. Ngrihet Krishti Zot prej varrit, kthehet fitues nga humnera, tiranin e vëndër pranga dhe hap dyert e parajsës. Për herë ti rovsh ndërmendje, o Krisht, gëzimi i Pashkëve, dhe me hir të rilindur në triumfin tënd bashkona. Jezus ty të qof lavdia, që shndrit me mundje të vdekjes, bashkë me atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Paqja qoftë me ju, thot i ringjalluri, jam unë, mos keni frikë. Aleluja. Psalmi 125, rreshtat 1 deri 5. Hyj i ruan popullin e vet. Kush preson në Zotin është si mali Sion. S'ka gjë që e tund, mbetet për amshim. Malet e rrethojnë Jeruzalemin dhe Zoti rreth e rreth i rri popullit e vet, qysh tash e për amshim. Askur s'do të sundoj skeptri të pafeve mbi trashëgimin e të drejtëve, që të drejtët të mos i shtrinë duart në paudhësi. Bëju mirë, o Zot, njerëzve të mirë, edhe atyre që e kanë zemrën të drejtë. Kurse ata që shkojnë udhëve të ligësisë, le t'i zhbijë Zoti bashkë me keqbërësit. Paqja qoftë mbi Izraelin. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. paqja qoftë me ju, thot i ringjalluri, jam unë, mos keni frikë. Aleluja. Antifona 2. Populli i hyjit shpreson në Zotin. Aleluja. Psalmi 131, rreshtat 1 deri 3. Shpreson në Zotin sikur se foshnja shpreson në nënën e vet. O Zot, nuk renohet zemra ime, as madhështohen sytë e mi, as nuk jepen pas punëve të mëdha, as pas sendeve që janë mbi fuqi të mia. Vërtet shpirtin e kam të qetë të kthjellët, si foshnja e mëkuar në parzmën e nënës, si kërthi është shpirti im në mua. Le të shpresoj Izraeli në Zotin, tani e përgjithmonë e jetë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. populli i hyjit shpreson në Zotin. Aleluja. Antifona 3. Le të lavdërojnë të gjitha krijesat e tua, sepse fjala jote i krijoi. Aleluja. Kënga e kraso librin e zbulesës, kapitulli 4. Him i të shëlbuarve. I denjë o Zot hyji ynë, Të marrësh lavdin, nderin dhe pushtetin. sepse ti krijove gjithçka dhe me vullnetin tënd. Gjithçka u bë dhe u krijua, Ti je i denjë o Zot të marrësh librin, dhe ti zgjidhësh vulat. sepse që prerë dhe me gjakun tënd i shpërbleve për hyjin. Njerëzit e çdo fisi, gjuhe, populli dhe komsie, Dhe i bëre për hyjin ton mbretëri dhe priftërinj. dhe ata do të mbretrojnë për mbi tokë. I denjë është qengji i prerë të marrë pushtetin, pasurinë, dijen. Fuqinë, nderin, lumturinë dhe lavdin. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen.
Le të lavdërojnë të gjitha krijesat e tua, sepse fjala jote i krijoi. Aleluja. Leximi i shkurtër marrë nga letra e parë e Pjetrit Apostull, kapitulli 2, rreshtat 4 dhe 5. Afrohuni Zotit, gurit të gjallë, një mend të përbuzur prej njerëzve, por të zgjedhur dhe të çmueshëm para hyjit, që edhe ju si gur të gjallë të ndërtoni shtëpi shpirtërore, për të qenë me shtari e shenjtë për të kushtuar ftihë shpirtërore që i pëlqejnë hyjit nëpër Jezu Krishtin. Përgjigja e shkurtër. Zoti u ngjall, aleluja, aleluja. Zoti u ngjall, aleluja, aleluja. Ashtu sikur se u premtoi nxënësve të vet. Aleluja, aleluja. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Zoti u ngjall, aleluja, aleluja. Kënga ungjëllore Magnificat. Antifona. Buka e hyjit është ajo që zbret prej qiellit dhe që jep botës jetën. Aleluja. Kënga Virgjës së Lume sipas Lukës Ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me harej brohorit hyjit shërbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt. Qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyi gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni me brezni. Për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rrëzoi princat prej froneve të tyre. E lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. E të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet. Duke sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tan. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Buka e hyjit është ajo që zbret prej qiellit dhe që i jep botës jetën. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Të bashkuar në gëzim vllazëror, të brohorisim para Krishtit i cili u ngjall dhe jetoni pa vdekshëm. Me fe të gjallë të themi: O mbreti i lavdis, dëgjoje lutjen tonë. Të lutemi për i peshkvit, mështarët, gjakonët, që të përparojnë në popullin e krishterë ndjenjën e bashkëpërgjegjësisë në shërbim të ungjillit. O mbreti i lavdis, dëgjoje lutjen tonë. Të lutemi për teolog dhe katekist që të mësojnë të vërtetën me shpirt të pastër. O mbreti i lavdis, dëgjoje lutjen tonë. Të lutemi për të gjithë pjesëtarët e popullit të hyjit, që ta luftojnë luftën paqësore të fesë dhe ta fitojnë si shpërblim mbretërinë tënde. O mbreti i lavdis, dëgjoje lutjen tonë. Ti që e shkatrove në kryq vendimin e dënimit ton, thej prangat e skllavërisë dhe na liron nga e keqja. O mbreti i lavdis, dëgjoje lutjen tonë. Ti që i lirove nga feri shpirtrat e të drejteve të cilët prisnin shëlbuesin, bashkoj të gjithë të vdekurit tonë në gëzimin e jetës së mshuar. O mbreti i lavdis, dëgjoje lutjen tonë. Aty ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy, ti u hap derën e mbretërisë sate atyre që i rilind me ujë e me shpirt shenjtë. Shtoje në shërbëtorët e tu hyrjen e pagëzimit, që të pastruar nga mëkatet e tyre të mos e humbasin asnjë nga premtimet e tua. Në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.